Të dashur shqiptar, Plini i Vjetër ka shkruar në veprën e tij për fisin i lirë si kulotae. Dhe ky fis i lirë i jashtëzakonshëm si kulotae është vendosur në Iliri si kohort e ushtarëve romak. Varianti si kulotae është në fakt përkthim nga greqishtja Sikuliotes dhe Sikuliotai. Çdo thot Sikuliotes është në veprën e Stefanosit të Bizantit. Sikuliotes është emër i gjinisë femërore, sepse këta kolonistë romak vinë nga Sicilia, që në greqisht është Sikuli. Shkruhet me e, por shqiptohet me i në dialektin e Atikës. Kolonistë grek të Sicilis merren nga ushtarët romak dhe vendosen në Iliri dhe këta quhen fis i lirë nga gjuhëtarët e Oxfordit. Ata ose janë të çmendur ose nuk dinë greqisht. Janë që të dyja. Nuk ka fise i lire shqiptare. Fiset i lire që përmend Apiani, Straboni, Plini, ose janë fise greke, ose janë kolonistë romak nga Italia. Rasti më skandaloz është fis i lirë Rudiae, që kthehet në gjuhën romake Rudini, si emër përkëdhelës, do të thotë romak kokëkuq, me flok të kuqe. Shqiptarët, të nisur nga shkrimtarët e Oxfordit, e përkthejnë këtë në Endirundini. Pastaj grekët e marrin këtë dhe e përkthejnë në Interfronoi, që do të thotë banori i kështjellës, mbrojtësi i saj. Nuk ka fis i lirë Endirundini, është krijuar nga autorët e Oxfordit, gabimisht kanë shtuar pjesën e trajtës së pashquar angleze N pranë emrit Rudini. Është gabim shtypi në anglisht. Është bërë emri i fisit i lirë Endirundini, të dashur shqiptar, kur në gjuhën e Plinit të Vjetër është thjesht Rudini. Është emër përkëdhelës, njëri flok kuq, nga qyteti Rudiae i gjetur në Itali. Pra të gjitha fiset që përmend Plini i Vjetër janë fise italiane të vendosur në Shqipëri dhe prej tyre kemi fjalët medicus, mjek, amicus, mik, cabalus, kal dhe të gjitha fjalët e latinishtes i kemi nga këta kolonistë. E kuptuat apo jo? Që kombi shqiptar është formuar mbas shekullit të 5 të erës sonë. Nuk ka patur shqiptar në Shqipëri. Dhe emri Albania është emër grek për grek kolonistë që vinë nga Kaukazi, janë grek, jo shqiptar, dhe vendosen pikërisht në Kolkis. Është emri ulqinit në greqisht. Nuk u vjen turp. E kemi bërë neve emrin e ujkut, s'është e vërtet. Është emër grek. Albanët ishin grek dhe kryeqyteti i tyre është Albanopolis, i njëjti kryeqytet i grekëve Pontik. Edhe sot e kësaj dite është atje, Arbanion. Është bërë emri Arbanion nga Albanion, emër përkëdhelës në greqisht, në detin Pontik, një lloj siç është bërë në Shqipëri, Arbanon. Janë zhvillime fonetike të greqishtes, jo të shqipes. Ne nuk jemi arbëresh. Është emër për grekët. Kombi shqiptar ka lindur mbas rrëzimit të perandorisë romake dhe asnjë fis i lirë nuk është fis shqiptar. Ju falenderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.